Është një shfaqje që nuk ka as shërbëtor, as shërbëtore, as kryeshërbëtore. Por që gjatë kurreshtit, para 2 ditësh, një grup grash që ndronin pas shfaqjes, para posterit dhe po diskutonin kush është kryeshërbëtori. Në fakt, shfaqja ka një truk. Kryeshërbëtori është salla, është publiku. I cili, ashtu si kundër njerëzit kurreshtarë që vën syrin të brima e Chelsit për të parë ngjarje erotike, edhe këtë rol e luan salla, që shikon një ngjarje të madhe, jo vetëm erotike, por shumë erotike, në fakt. Është një shfaqje për kufijt e autoritetit, për kufijt në familje, për kufijt në shoqëri, për kufijt me prorin, për kufijt me prindrin. Është një shfaqje mjaft e ashpër, do të thosh një komedi e egrezez, por njëkohësisht edhe shumë lozonjare, shumë tekanjoze, me shumë atmosferë, me shumë ritëm, me shumë përkëdhelje, dhe me thënë të drejtëm, jam shumë i kënaqur që e rivura këtë shfaqje.